Hallo, Mein Name ist Darian und dein Name? mein Name ist Mimosa. Mimosa, das klingt sehr albanisch. Stimmt, ich bin eine Albanerin. Vërtet dhe unë jam një albaner. Albaner? Oh, shqiptar do të thuash. Po, shqiptar jam. A di ti se unë jam rritur këtu dhe gjuhën e kam gemisht? Ach, edhe unë kam gjuhën gemisht, por s'prish pune. Das Wichtigste është që ne kuptojmë miteinander shumë mirë. Unë jam në klasën e 4 e ti? Unë jam në të tretën, aber unë mësoj mirë. Kur kam Hausaufgaben i të vështira i kryen në shkolle, përndryshe mësoj mjaft edhe zu Hause. Mua shkolla s'me pëlqen hiq. Më shumë me pëlqen kur luaj mit Freunde. Manchmal luajm futbol e manchmal vrapojmë të fara. Mua më shumë ti me pëlqen kur jem serien, si ndos verës, dhe çdo vjet shkoj të gjyshja ime zu Besuch. Unë kam 3 vite që s'kam shkuar në Kosovë. Babai im ka frikë von der Polizei. Atje kam gjyshën dhe gjyshin. Im somër ata shkojnë në pjeshk. Atje ishte fantastisch. O, sigurisht atje si në Zvicër do të ishte wunderbar. Ditën e mirë. Po harova, ditën e mirë. Qohu Agim, lisat e kosharës në heshtë të thrasin, të tregojnë për shokët që të erdhen pas. Pse deri në fund betejnë su dhe hoqe? Qohu, më trego, me kot po të thras. Poezive në qysme, kush do t'ja shtoj vargun? Shpresin, gjallërin, askush se ka si ti. Gjyrat në kavalet, duan tënde presin. Qohu Agim, vazhdoj përsëri. Si quhesh? Unë quhem Marieta Hyseni, jam e Gjilanit, në shkollën Shqipe që 5 vite vi, mësojmë për gjeografi, muzik, histori. Ti si quhesh? Qunë Alban Muj dhe vim nga Gjelani, këto në shkollë që vim njëherë njaftë, e kem 2 orë mësim. Si ndihesh kur të vish të shkollën Shqipe? Mirë, kur dhe. Që sa vite ndjek në shkollën Shqipe? Që 5 vite jam në këto. Gjatë këtyre viteve sigurisht keni arritur të mësoni shumë nga historia, gjuha, muzika. Po një numër i madh i mashatarëve tuaj sigurisht që nuk e ndjekin shkollën Shqipe. Pse nuk vinë ata? Pse s'dojnë me mësu ata, gjermënisht kanë mësu, kujtojnë që s'dohet. A ke ndonjë porosi për ta? Kam dëshirë që të vinë edhe ta në shkollë me mësu bashkë, gjuhën tonë. Këtu pranë e kemi edhe kryetarin e lapshit për kantonin e Argaus. A mund na thoni sa ka arritur të shtrinjet shkolla Shqipe në këtë kanton? Lidhja arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë në kanton, po përpiqet që këta marrëgjetarë, këta fëmijë t'u dalë në ndihmë dhe që të mos e harrojnë gjuhën.